Yllin e mbrëmjes, po besoj atmosferën e keni pa deri më tani, një prej koncerteve më të bukura personalisht, Fife, urime. Për një me i po të shto fjallë? Për një me. Thank you, faleminderit. Ti e din që sa shumë duhet dhe sa shumë vlerësoj, kështu që urime edhe na ke bu krenar këtë Kosovën me këtë koncert. Faleminderit shumë, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që kom mujt me mrime e bo që të sa në realitet. Faleminderit. Tregona pak sa e shijove koncertin, sepse në skenë, me atë sa kena pa na, me atë sa e kam pa dhe publiku deri më tani e ke shiju shumë, po personalisht Fife. E kom shiju pa diskutim, edhe pse kur je në skenë edhe e kja të përgjithsin se si do dali, apo t'ikna i konteksti, apo nga trosh më na i ven, apo jallë shumë po flet në i zem pa lidhja, vëdin, që ndodhe njën ca gafa që mundën me ndodh, po e kom shiju ekstremisht në nivel që për që ta jam e qetë momentalisht. Po feedbacku se të pash edhe jashtë patë shumë njerëz të cilët bënin foton me ty, të përçafanin edhe të uranin për koncertin, si ke feedbacku i parë prej njerëzve dhe prej publikut? Mendoj që ke shumë i mirë, unë hala s'kom pa kur gjithë, apo kuptan, as nuk e kom kap telefonin dorë, as nuk e di qa është thonë, as qysh është reagimi, as qysh është ndjesia që e kanë marrë njerëzit, po uroj që tjetë pozitive dhe uroj që njerëzit e kanë marrë ato për cilin e kemi bu koncertin. Një moment shumë i këndshëm edhe shumë i bukur i mbrëmjes ke edhe Theo Mali në skenë edhe urime ditëlindjen e Theos fillimisht. Faleminderit shumë faleminderit. Edhe me këndu nuk është s'po i shkojke kështu. E ka vishin absolut, po për emocioneve i ku pak. Faleminderit shumë edhe për urimin e ditëlindjes. Sot na kena bo 3 vjet edhe po rritemi çdo ditë bashk. Bashk me Theon? Po rritemi bashk me Theon. Mbi 400 këngë, shumica prej atyre janë të Fifet edhe krijimet e tjera, po amë që këndove disa prej superhiteve cilat i ke sjell për këngëtarët dhe për artistat e tjerë, po sa ke vështirë përzgjedhja e këngëve për këtë koncert? To e ditë sa detajist është Fife, po e bëj këtë pyetje. Shumë e vështirë u kanë. Do me thonë, to e ditë që unë kam shumë balada edhe kam shumë pak këngë ritmike, e kam pas shumë alet me i përzgjedh këngët ritmike, pa tjetër që shumë vështirë me hjek prej baladave, po jo mundu me e bë këtë përzgjedhjen edhe miksin, me marë këngë cilat kam pas ma shumë impact në publik, kur kom knu në për koncertet, në për klabe, në për evente private, kush ka pas impact ma shumë, jo mundu me i po një përzgjedhje edhe prej këngëve që kur kom shku në për evente, mi kanë lyp njerëzit. Nuk e kom pas të vështirë, më ka dhimbë shumë për disa këngë që s'kom mujt me i fut. Hajt një. Për shembull Manjak i dhimbjes, është një prej tyne, është Vëmendje, kënga dhe tash më kujtohen edhe këngët e mia njëri. Momentalisht jam me sklerozë shumë. 89. Okej. Personalisht nuk ka bu shumë qefi që e ke këndu Kriminali i Zemrës, është një prej favoriteve të mia. Faleminderit. Jo, ajo nuk u diskutoj ke me u hjek prej listës, po sinqerisht është kanë shumë e vështirë me i bu përzgjedhjen e këngëve, prej baladave me hjek qa me hjek. Po prap, ka dal një program shumë i bukur dhe për këtë jam falenderuese Klet Bahidit. Po, besoj që përzgjedhjen ndoshta edhe futjen e disa këngëve të reja në repertuarin e koncertit do ta bësh në për koncerte tjera, sepse ke thënë që këtë koncert do ta bësh si një tur në për Shqipëri, në për Kosovë dhe në për Evropë. Po, sot kemi nis spektaklin ton të madh, gjigant. Kemi nis shfaqjen në Tiranë, po du me i thonë shfaqe, sepse në fund ditës është një shfaqe që dhurohet për publikon. E kena nisë në Pallatin e Kongreseve për me e vazhdu turin me emrin Zotit në verë, në për Shqipni, në për Kosovë, edhe me fillu gjërësisht. Edhe jam shumë e lumtur që po vjen koha dhe epoka e muzikës live prap. Po të gëzon këtë fakt se shumë artista po bëjnë koncerte. Shumë njëre. Se unë gjithë kom kënu live, i një edhe kush kënon live, edhe më ka ardhë gjithmonë keq pëse nuk i na vlerësu na që kënona live. Edhe jam shumë e lumtur që po vjen që ajo kohë
që muzika live mu Duart Rokit dhe mu përqafua dhe njerëzit me ardhë me ngua dhe me respektua dhe me Duart Rokit. Projektet e reja po besoj që nuk do të mungojnë, sepse pak me herët edhe mu dikush më tha që Fifi po e përgatit edhe një EP. Është lajmi vërtet? Po, për dimër. Për dimër, a? Po ja kena njësë që tash pregaditjet. Nuk du me dhonë detaje ma shumë, se mas nëna nuk po mbohën kur po flasë. Okay. Po për verë, ke përgatit ndo një kong, ndo një projekt, ndo një bashkëpunim? Po, e kam një bashkëpunim me Oriola Marashin. Okay. E kom fëtu Oriola Marashin bashkëpunim të një kongë jame shumë e bukur verore. Kam këngë vetë, kam këngë me artistë tjerë, po avash. Këtë do doje ta kështë sot në skenë? Pam shumë mësafir special të cilat i pate, një prej momenteve më të veçanta ata është edhe Theo, po dikë që kështë dash ta kështë në skenë, kush është? Ata që kom dash t'i kom pas. Krejta? Po. Okej, do më thonë edhe projektet reja po vinë vazhdim? Po, pa tjetër, të gjitha po vinë, shumë e lumtur jam shumë happy, koncerti jetës ta mu realizu dhe ta një fillojmë si parin, e me lapse letër dhe shjemi si shpejti në Prishtinë. Sa shpejt do të shjemi në Prishtinë, se këtë pyetje dashta ta bëj? Në verë. Në verë? Yes. Okay. Sepse pa tjetër që na duhet me bo programin, me zgjeru programin për me bo diqka hala ma të bukur në Prishtinë. Faleminderit shumë Fifi, kënaqësi e madhe shumë për mua që intervistën e parë me ty po e bëjnë në një moment kaq të veçantë. Faleminderit shumë dën që ke ardhur. Edhe uroj shumë që me të vërtet të ka shiju ky koncert edhe I love you so much.